Puna për pastrimin e liçenit të Fierzës po vjon çdo ditë me përkushtim dhe profesionalizëm nga ekipet e bashkisë. Aksioni ka si qëllim jo vetëm përmirësimin e pastërtisë së liçenit, por edhe mbrojtjen e ekosistemit dhe ruajtjen e kësaj pasurie të rëndësishme natyrore. Përmes ndërhyrjeve të vazhdueshme, synohet largimi i mbetjeve dhe mbrojtja e mjedisit për banorët dhe vizitorët e zonës. Liçeni i Fierzës mbetet një nga resurset më të rëndësishme ujore dhe turistike në vend, ndërsa mirëmbajtja dhe pastrimi i tij konsiderohen të domosdoshme për ruajtjen e biodiversitetit dhe zhvillimin e turizmit natyror. Punojësit e angazhuar në terren shprehen se puna do të vijojë në mënyrë të pandërprerë me synimin për të garantuar një mjedis sa më të pastër dhe të sigurt për komunitetin dhe natyrën përreth. Megjithatë, problem mbetet dhe papërgjegjshmëria e qytetarëve, të cilët vijojnë të hedhin mbeturina vend e pa vend, duke ndotur natyrën dhe dëmtuar zonat ujore. Pamje të tilla tregojnë një mungesë ndërgjegjësimi dhe respekti për mjedisin, ndërsa pasojat ndikojnë jo vetëm te ekosistemi, por edhe tek vetë komuniteti. Institucionet bëjnë apel për më shumë kujdes dhe përgjegjësi qytetare, duke theksuar se mbrojtja e natyrës është detyrim i përbashkët për të gjithë.